Përshëndetje, mirë se vini në një video të re të tonë në YouTube. E di që kam shumë kohë pa postuar, por ky barku këtu edhe Adea, domethënë, edhe gjitha gjërat që kemi kaluar këto ditë kanë qenë pak të vështira. Adea kaloi një virus shumë të keq, që i zgjati rreth 2-3 javë dhe kishte temperaturë, nuk ka qenë fare mirë, oreks nuk ka, dhe unë nuk kam patur fare motivim që të xhiroj video për YouTube. Por ju kam premtuar një video shumë kohë më parë. Ju kam thënë që do ju tregoja se si ka qenë eksperienca ime në 3 mujorin e parë të shtatzanisë. Shumë vajza më kanë pyetur. Edhe pse jo? Edhe pse pak me vonesë, t'ua tregoj sot. Tani po gatuaj, edhe jam vetëm në shtëpi. Sot e çova Adea në kopësh pas kaq shumë ditësh. Edhe mundem që të ulem, të përqendrohem dhe të flas me ju. Më ndiqni. Okej, u rehatova tani. Kam marrë këtu perimet, i kam larë. Kam marrë domatinja, qep dhe speca. Nuk më gjendeshin karota. Romari tani po punon 2 punë edhe unë shkoj vetë në supermarket, por nuk mund të ngrej shumë gjëra. Edhe kam haruar të marrë karota. Por gjithsesi e mirë besoj të dali. Do bëj makarona me mish të grier. Edhe, siç ju thash, do ju tregoj pak për eksperiencën time të 3 mujorit të parë në shtatzani. Unë kam ngelur shtatzan në tetor, edhe e kam marrë vesh që isha shtatzan në nëntor. Do ju tregoj pak se si ishte jeta ime në atë kohë. Unë shkoja në palestër, kisha nisur të ndihesha shumë më mirë me veten time, pasi vajza do mbushte 2 vjeç. Edhe kisha marrë vendim që të kthehesha përsëri te vetja ime e vjetër. Unë kam qenë gjithmonë një vajzë që merrej me jetesën e shëndetshme, me veten e saj, por që kur u bëra mami, kam hequr dorë nga shumë gjëra. Nuk e di ama edhe juve femrave të tjera ju ka ndodhur kjo gjë, që pasi jeni bërë mami, keni hequr dorë nga disa ëndrat tuajat. Tek mua ka ndodhur, edhe pas një viti e gjysëm që kisha lindur Adea, tash të rikthehem te vetja ime më parshme, sepse kisha humbur shumë kile, nuk e keni iden. Unë nga 55 kile që isha para shtatzanisë me Adean, shkova 45-44 në një herë. Edhe nuk po shikoja dot më veten time në pasqyrë, isha dobësuar shumë. Edhe te videot besoj mund të më keni parë që isha shumë e dobët. Nuk e doja më veten time. Edhe thash do bëj një ndryshim në jetën time. Edhe nisa palestra, nisa ushqyerjen e shëndetshme në ato kohë, nisa zumbën, madje unë isha shtatzan, jo 2 ditë para se të merrja vesh isha shtatzan, kam bërë një kështu sesion zumba, që ta dini ju. Jam hedhur atje, nuk e di. Edhe një gjë tjetër që më ka ndodhur që para se ta merrja vesh që isha shtatzan, ishte që vajza më ra bashkë me Romarion, edhe goditi kokën shumë keq dhe duhet të bënte qepje. Besoj që kjo ka qenë një nga ditët më të vështira të jetës time, nuk e di. Kam kaluar periudhën më të vështirë në atë kohë, në ditët më të vështira, sepse duhet të prisnim disa ditë si do reagonte vajza. Shpirti im e ditë që kam hequr. Edhe që t'ju them që kjo shtatzania e dytë nuk ka qenë e planifikuar. Thjesht ka ndodhur, unë dhe Romario sigurisht që e donim një fëmijë të dytë, po jo kaq shpejt. Donim që të rritej pak Adea dhe pastaj të mendonim për fëmijë të dytë. Por ndodhi, ndonjëherë jeta ka ato kohrat e veta, edhe më mirë që ndodhi kështu sepse unë ndoshta nuk do kisha vendosur kur që të bëja një fëmijë të dytë. Kështu që më mirë që na e solli Zoti vet. Edhe për më tepër që na solli një bebush djalë, që ti provojmë të dyja ndjesitë, edhe vajzë edhe djalë. Edhe po thosha që si e mora vesh unë që isha shtatzan një ditë, ishte dita që mami im do ikte në Shqipëri, sepse mami im punon këtu 6 muaj në Kret. Edhe do shkoja në farmaci të merrja disa ilaçe për mamin. Edhe kisha ndjerë disa simptoma të çuditshme, disa ditë që doja gjumë. Shkoja në palestër, nuk kisha fuqi. Të ngrija peshat që ngrija, se unë ngrija goxha kilet e këmbët, nuk kisha fuqi më. Ndjeja, edhe që t'ju them të vërtetën, unë e kam zbuluar shumë herët që isha shtatzan. Ndoshta është intuita e femrës, femra e kupton gjithmonë që është shtatzan. Edhe
thjesht e ndjeja. Dhe thash do shkoj të bëj një test. Të blej një test në farmaci, me që shkova dhe bleva disa gjëra, Romario po më priste në makinë. Edhe mora pa i thënë gjë fare Romarios dhe të them të vërtetën, në mendjen time nuk isha shtazan, por nuk e di pse e mora testin. Okej, do them dhe një detaj tjetër, që unë një gjë që më bëri të dyshoja që isha shtazan, ishte që kisha pak njolla kafe, si punë periodash, edhe kjo më bëri thash, prit pak se do shta është në një gjë tjetër, për merak e mora, por me idenë që thjesht është cikli im normalisht, ose ka ndryshuar pak cikli. Shkoj në shtëpi, merrem me shumë punë të tjera, e haroj totalisht, ishte mëngjes në atë kohë, që mora testin, e haroj testin, them da bëjmë më vonë, dalim, bëjmë, se mbaj mend se çfarë bëm atë ditë, por nuk e bëj në momentin që e marr testin. Mbas dite, ju e keni parë videon apo jo? Mbas dite, them ta bëj një herë me që e bleva kot. Mos të kem marrëgjuar kot 10 euro, se bëjnë shtrenjtë testet e shtatzanisë. Edhe shkoj në banjë, nuk është se prisja ndonjë gjë, them vërtetën, po kur sa po bëj testin, nuk është se del vija, se unë me Adean, për shumë, kam patur një test direkt pozitiv dhe me ngjyrë shumë të errët. Këtu jo, po prisja, unë thash, asgjë që ka thash, s'është asnjë ngjyrë. Kur kalon 1 minutë, por i aty, shikoj një vizë të zbet. O zoti madh, aty më kanë nisur lotët, po dridhesha se unë jam njëri shumë i ndjeshëm, domethënë për këto gjëra. Jam jashtëmase shumë e ndjeshme dhe Romari më qorton shumë për këtë gjë. O zoti madh, zemra ime nuk duron dot. Edhe po dridhesha, por ja në banjo një 10 minuta, një të më thritur Romario. E kam dhe video reagimin tim kur mësoj që jam shtatzan. Edhe më thot Romario, mirë je moj. Mirë jam, i themun mirë jam, thjesht në banjë, qa bet në banjë. Nuk më kuptoj, Romario nuk dyshon të fare, as mami im, as një person. Ma djas vetë unë. Edhe dal, them si duhet t'ja thosha patjetër në atë moment, nuk mund të prisja unë 1 ditë, 2 ditë. Edhe i them Romarios, do bëjmë një video, i them, për TikTok, se ne atëre merreshim me TikTok më shumë. E mirë, thot ajo, të bëjmë. Po, qa do bëjmë, thot, do t'a them unë, po ti duhet t'a gjesh të gjë që do them unë. Okej, thot ajo. Marrim lightin, edhe qa do bëj, unë s'kisha menduar asgjë në atë moment. Kam një këshu me foto të bukura që kemi bërë bashkë me Adean tek në Berat, kur ishim në Shqipëri që mbushi Adea 1 vjeç. Edhe janë foto me cilësi shumë të mirë. Edhe i them Romario do bëjmë video bashkë. Do më gjesh ti më kisha vendosur testin brenda te këto fotot. Edhe i them Romarios do më gjesh personin që mungon të fotografit. Ju e keni parë video në TikTok, besoj, edhe i them Romarios që shiko, kush mungon të fotografit. Dhe më thënë që mungon të pjesëtari tjetër i familjes. Edhe më thot mua, a i shikon njerë, hap fotot, edhe nuk kupton gjë, thjesht merr fotot, edhe shiko brenda, e keni parë videon. Edhe pastaj thot, jo, s'ka mundësi, një të plasur dhe unë nga e qara, edhe aty e mori vesh dhe mami im, dhe të gjithë që unë isha shtatzan. Dhe kështu filloj. Në fillim nuk isha fare simptoma, përveç asaj pjesës së gjakut kaf, edhe direkt telefonoj një ginekologe që isha ndjekur me Adean, po ajo nuk ishte shumë disponibël, edhe thash do ta ndryshoj të ginekologën, nuk pëlqen fare. Edhe më tha që të merja progesteron, ka marrë 3 progesteron në ditë, sepse kisha këtë problemin. Edhe kur bëra ekon e parë, pas 2-3 javësh, unë isha 4 javësh kur e mora vesh isha shtatzan. Kur bëra ekon e parë, më tha që kam një, nuk e di si ta them shqip, apo kolisi, është si një pjesë gjaku i mbledhur gjatë bashkimit të vezës me spermatozoidin, kur krijohet një fëmijë. Edhe kisha shumë frikë, të më vërtetën e mora me shumë stres, sepse unë shtatzanin e parë kam humbur, kur isha pak javshe.
4-5 javëshe. Edhe kisha shumë frikë. Se mos ndodhte e njëjta gjë gjithë kohës. Edhe me trupon kisha frikë të angrija, kisha frikë të bëj, kisha dhe dhimbje, kisha dhe kontraksione shumë në këtë shtatzani, kam patur jashtë mase shumë. Edhe ende kam. Nuk e di pse. Por, pastaj filluan të vjellat, ndjesia të vjellit, se nuk kam vjell asnjëherë, përveç një herë që shkuam në një vend të largët me makinë kur isha 8-9 javëshe. Edhe ndjesia të vjellit nuk ishte për ditë, të them të vërtetën, në këtë shtatzani. Dhe kur nuk ishte ndjesia të vjellit, unë si njeri që i rimendoj gjërat, thosha, si ka mundësi pse nuk jam mirë, është mirë fëmia. Kur kisha të vjella isha mirë, dhe madje doktori më kishte thënë që nëse kam të vjella mund të marr një ilaç, po unë nuk e mora kurrë këtë ilaç, se doja të dija si ishte bebi me simptomat e mia. Dhe sa më keq të isha unë, aq më mirë do ishte bebi. Nuk e di, këtë kisha në mendjen time. Edhe sa herë shkoja, se në fillim unë shkoja shumë shpesh, nga që kisha këtë apokolisin me hemorragjin të vogël. Dhe duhet të them që dhe hemorragjia më zgjati shumë pak, një javë më zgjati, dhe pastaj pushoj nga progjesteroni, domethënë. Ishte shpëtim për mua, edhe vërtet gjitha grave që ju receton doktori progesteronin kur jeni shtatzan, duhet ta merrni sepse vërtet ju ndihmon. Ju ndihmon shumë. Unë dhe ndonjëherë që haroja ta merrja, ndjeja dhimbje, pastaj kisha kontraksione, sa e merrja qetësohesha direkt. Dhe është vërtet shpëtim për bebin tuaj. Mos lini ilaçet që ju receton doktori, gjithmonë merreni me orar, merreni fiksa ju thot doktori, sepse është ndihmë për bebin. Nuk e dihet ç'a bëhet. Qoftë edhe 1 dozë, 2 doza, si dihet. Tani kalojm pak te simptomat. Çfarë simptomash të tjera kam patur përveç të vjellave? Nuk ndjeja dot aromën e mishit. O zot, nuk gatuaja dot mishin. Nuk mundesha, një sekondë se do shkoj të vendos qepën. Nuk ndjeja dot aromën e mishit, e kisha problem numër 1, domethënë. Nuk mundesha as edhe me gjellrat e tjera, domethënë që më përpara kisha shumë qejf, shumë sufllaqe, nuk e toleroja dot fare hudrën, xhaxhishin këto që unë i kam shumë qejf përgjithsisht, nuk i toleroja dot fare. Po ndërkohë që kisha këto probleme me aromrat, gjithashtu kisha edhe disa nepse. Her pas here, më fiksohesha për ndonjë krep me Nutella dhe lule shtrydhe dhe mi bënte Romario. Nuk e kemi bërë video këtë në TikTok, po më ka bërë shumë shpesh krepa me Nutella dhe me lule shtrydhe që unë s'kam patur kur nepse, as në shtatzanin e parë dhe përgjithsisht në jetën time nuk është që jam një njeri që kam nepse. Okej, më pëlqen ushqimi, po jo sa këtë shtatzani nuk e di, domethënë, dhe ju e dini nga video dhe në YouTube dhe kudo që unë tani vetëm çdo ditë fiksoj me një gjë. Mbaj mend një herë që i kam thënë Romarios dua të ha presh. Nuk e di pse u fiksova me presh, me bamje, me këto me gjellra, përgjithsisht në këtë shtatzani unë kam dashur të ushqehem me gjellra tradicionale shqiptare. Okej, edhe fast food e ndonjëherë në kaq kam ngrënë, por Romario mund ta konfirmojë që kam ngrënë shumë rrallë. Shumë rrallë. Gjithkohës ushqim shtëpie edhe e ndjej veten shumë më mirë, shumë më të fuqishme. Edhe diçka tjetër që mund t'ju them është që në 3 mujorin e parë kam patur një ndjeshmëri, nuk e di, shikoja video në internet ose në një film prekës edhe më rridhnin lotët vet. Kam qenë shumë e ndjeshme në këtë shtatzani në fillim. E mbaj mend, ose mendoja gjëra të trishtueshme, ose thoja sa me fat jam që kam këtë jetë, nuk e di si ta shpjegoj. Gjëra që sikur i mendoja gjërat më thellë. Ndoshta edhe nga që jeta ime do ndryshonte, edhe do kisha tani 2 fëmijë, do ishte çdo gjë ndryshe në jetën time. Unë kam krijuar këtë rutinën me Adean, që Adea tani është si një vajzë e rritur, pak a shumë. Edhe fakti që të filloj prapë nga e para, unë kam haruar çdo gjë, dhe thosha vetes time, unë kam haruar si ndrohet bebi, kam haruar si është ajo pjesa e operacionit, e gjitha, edhe do nis prapë nga e para, se si më dukej. Nuk e di ai mendoni dhe ju, ai keni menduar dhe ju këto kur keni ngelur shtatzan për herë të dytë. Më duke sikur e lija pak Adean pas dore se i vendosja
shpesh herë i vendosja te kukulla se nuk kisha fuqi të lozja me ateja. Edhe një simptom tjetër që mund t'ju them është që kam patur shumë gjumë këtë shtatzani, domethënë dhe simptoma e parë që unë mendova se mos isha shtatzan ishte që doja gjumë gjithë ditën. Ka kuptoj ato që kam, si kam mundësi unë do dua gjumë gjithë ditën, nga sa po zgjohem në mëngjes e deri në darkë doja gjumë. Edhe kështu ishte eksperienca ime e 3 mujor i parë shtatzanis, me që më keni pyetur kaq shumë, edhe tani u bëra mbar që ta postoj. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, edhe nëse keni pyetje ose nëse doni të ndani me mua eksperiencat tuaja, ndajeni këtu në koment, do jem shumë e lumtur t'ju lexoj. Edhe faleminderit që na ndiqni dhe na suportoni në rrjetet tona sociale edhe këtu në YouTube. Paqim!